Kur jemi të familja, kemi urdhër të pamirësisë ndaj grave. Allahu te bareke ve teala thot: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Shikoj të grave kur jemi. E shikoj njerëzit se kanë gjithmonë telashe në bot kuptimin e raportit martësor, qoftë nga ana bashkëshortit, qoftë nga ana e bashkëshortës, dhe kjo si mungesë e njohjes së Zotit dhe njohjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohjes së kufive të Allahut te bareke ve teala. Martesa vëzë nuk është zbavitje, por përgjithësi. Ma në lezon në surën Bakara, një pjesë të surës Bakara, dhe të vim neve të ajetet, ku janë një kod, një gjan i martesës. Do shifë se atje, knatësia vëzër, në fjalë shkurtra përmendër. Këtë tjerat janë ligje, raporte, të drejta, obligime, e kështu më radhë. Shikoj që ka dhëtë Allahu Gjelluala: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Nuk ka thonë knatës një gratë, as nuk ka thonë grave knatës një burat. Njeri kur pjekë do mbilik, se pa u ka mbilik se në martohet. Që ka dhëtë Allahu Gjelluala? "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Jetoni urdhër, jetoni me to si është më e mira, bi ma'ruf. Kjo shprehje vëzër ma'ruf, a i di ku vjen? Kuntum khajra ummetin linnas, kuntum khajra ummetin ukhrijet linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dhe Allahu Gjelluala sura Ali Imran: "Ju jeni ummeti Muhammed sa ummeti më i mirë që e ka pa njerëzimi." Çka bani ju? Urdhëroni për ma'ruf, më të mira. Njëjtën shprehje ka marrë Allahu Gjelluala, ka thënë me gratë silluni mirë. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam hadith që ka nxjerr Imam Ahmedi: "Inni uharriju haqqal yatimi wa haqqal mar'a." Ka thënë sallallahu alaihi wasallam: "Unë ja ngushtoj shumë rrugët atij i cili është në raport me dy veta, që ka jetim. Cila rruga ti me mu arsjetuar? Duhet pa tjetër jetimin me e trajtu mirë, dhe tjetërën dhe grujen. Dhe kjo bashkangjitje nuk është rastësishme vetë. Gruaja, jetimi. Çka kanë të përbashkët? Cila është e përbashkëta? Dobësia. Janë domthon thyshme, janë domthon dëbrishta, njoma. Andaj jetimi s'di çfarë më të thonë, kur është i vogël, kur bëhet i madh, kalon në trajtim tjetër.